Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shprehur synimin për të realizuar një takim sa më parë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, me qëllimin për të diskutuar mbi një zgjidhje të mundshme të luftës në Ukrainë. Duke folur para gazetarëve në Prag të një raundi bisedimesh midis zyrtarëve rusë dhe ukrainas në Turqi, takimi i parë ballë për ballë që nga fillimi i luftës, Trump tha se asgjë nuk do të ndodhë pa një takim të drejtpërdrejtë midis tij dhe Putinit. Unë garantoj se Putini nuk do të shkojë në asnjë tryez bisedimesh nëse unë nuk jam aty. Dhe ai nuk shkoi, deklaroi Trump, duke shtuar se dëshiron të organizojë takimin sa më shpejt që të mundet. I pyetur për afate Trump, tha se do të largohej për të parë nipin e tij të sapolindur, fëmijën e vajzës së tij Tiffany, ndërsa e cilësoi takimin me Putinin si të pashmangshëm për përfundimin e luftës. 5.000 të rinj po vriten çdo javë. Ne do ta arrijmë, do ta bëjmë këtë. Trump komentoi gjithashtu anulimin e pjesëmarrjes së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në bisedimet në Turqi, duke thënë se ai u tërhoq sapo mori vesh se Putini nuk do të merrte pjesë. Trump ka bërë thirrje të vazhdueshme për negociata paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës dhe ka sugjeruar se është i gatshëm të udhëtojë vetë në Turqi për të ndërmjetësuar bisedimet, por ende nuk ka një datë konkrete për ndonjë angazhim diplomatik zyrtar.